të sillesh mirë me mësuesin tënd. Tregohet një rast i cili ka ndodhur në troje shqiptare. Thot mësuesi i matematikës u smui, edhe e zaventsoi dikush tjetër këtë mësues. E një fëmijë thot çdo herë shkojsha dhe vizitojsha mësuesin e smur, i tregojsha për gjendjen tonë, se si zhvillohet mësimi. Qëndrojsha shpesh me ta dhe i krisha disa punë që i kishte për t'i kryer. E kur mërzitej unë qëndrojsha përsëri ka ai, ke mësuesi im. Thot Kinxanës, thot momentin që erdhi koha që mësuesi përsëri të kthehet në mesin tonë, thot ne dolëm të gjithë në shenjë falënderimi dhe respekti ta presim mësuesin tonë dhe i dhëruam një libër që secili prej nesh kishte shkruar fjalë miradije dhe mirënjohje për mësuesin tonë. E tregon mësuesi të nderuar besimtar, thot ky rast çdo herë është prezent në mendjen time, edhe pse nuk mora ndonjë titull të lartë, por këto momente më quan të preken tepër shpirtërisht dhe më letuan sijt lot. Do të thot nxënësi ka për obligim që të sillet mirë ndaj mësuesit të tij, nga se siç thot Aliu radiallahu anhu, nëse një harf më ka mësuar, atëherë unë do të sillem mirë ndaj mësuesit tim, respektivisht unë do t'i bëhem qole mësuesit ose personit i cili më ka mësuar pa qoftë edhe një shkronjë.